Përshëndetje dashur miq të Antena Televizion, rikthehemi me emisionin Sinjal me mua Ermal Peçin për diskutuar fakt mbi zhvillimet dhe ngjarjet kryesore. Do të fokusohemi në Kosovë, aty ku po zhvillohen zgjedhje të përgjithshme, aty ku tashmë lufta politike është gati në terma agresive. Them terma agresive për shkak se duket që akoma aktorët politik nuk po e gjejnë gjuhën e përbashkët. Duket se akoma aktorët politik nuk po arrin do të bëjnë koalicione të cilët sjellin një parti fituese dhe mos ketë nevojë që të shtrijë dorën në bashkëpunimit. Me sa duket edhe përplasje që ka pas Albin Kurti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo dhe me Bashkimin Evropian ka sjell pasojat e veta, por gjithashtu dhe zgjedhjet lokale sollën pasojat e veta politikisht. Duke qenë se Albin Kurti nuk arriti do të marrë qëllimin apo të arrijë maksimizimin e subjektit apo të fitores të politike. Një situatë gati kaotike, ku midis partive, midis luftës brendshme, ka edhe zhvillime dhe ngjarje të cilat përbëjnë interes të veçantë. Unë sot do të diskutojmë në studio me dy përfaqësues të ballit kombëtar demokratik shqiptar, të cilët do të shpalosin programin e tyre, por edhe do të diskutojmë mbi atë se çfarë po ndodh në politikën e Kosovës. Kam kënaqësinë të kem në studio doktorin Isa Elezaj, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Dhe mikun tim Selver Islama, historian. Selver, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Do doja ta nisim po ju drejtohem me doktor, sepse jeni ekspert në shkencat mjekësore, por edhe mund më thoni pak më shumë edhe për teleshikuesit që nuk ju njohin. Zoti Elezaj, një prezantim të shkurtër dhe më pas kalojmë tek programi politik do të ishte me shumë interes edhe për qytetarën në Kosovë, por edhe në Shqipëri. Faleminderit. Quhem Isa Elezaj, i lindur dhe i rritur në Kosovë, që në moshën 18 vjeçare kam shkuar të studioj në Kroaci në Zagreb, ku edhe aty fillova studimet në drejtimin e mjekësisë veterinare. Rrugë gjatë ka qenë, por edhe kohë e vështirë për neve si student. Atë kohë ishte kohë e krizave në Ballkan, kohë luftës në Sloveni dhe në Kroaci, pastaj edhe në Bosnjë. Kështu që me gjithë sfidat që i patëm, ja arritëm shumica studentëve që ishim aty qëllimit që të diplomojmë. Por rruga për të kthyer përsëri në vendlinje ishte shumë e vështirë, nuk patëm manën shtetësi, nuk patëm pasaporta, nuk patëm mundësi të lëvizjes, kështu që rruga vetme ishte të migrojmë në shtetet përreth Slovenisë dhe Kroacisë, aty ishin Austria dhe Gjermania. Unë vendosa të migroj në Gjermani, ku edhe vazhdova dhe studimet postdiplomike në drejtimin me mjekësisë veterinare, ku edhe mora titullin magjistri i veterinarist. Gjatë studimeve ishte nevoja për të mbijetuar, kështu që specializuar dhe në drejtimin e mjekësisë të përgjithshme, të thot me pacientat që të kanë bënë me smundje astma apo smundje pulmonale ose neurogjene, kështu që u kualifikova në këtë drejtim dhe në vitin 2007 hapa kompaninë time private që quhet IPD Intensiv Pflegedienst. Pra, tashmë mund të themi me plot bindje që përveç se jeni mjek, jeni dhe një sipërmarrës në fushën e mjekësisë. Absolut, po. Që nga e kohë, deri me sot operojmë në 3 qendra në Gjermani, afër Hamburg, Buxtehude dhe afër Stuttgart dhe Tübingen dhe afër Villingen-Schwenningen së Zvicrës në vendin Triberg. Kënaqësi. Selver, duke qenë se ju kam dhe mik, duke qenë se di dhe formimin tuaj që ka bazat të historisë dhe që keni mbaruar në Austri, tashmë këtë mini prezantimi u bëra unë, prezantimin e madh duhet ta bëni vetë, sepse tani unë boll fola për ju. Faleminderit shumë. Siç e përmende, unë kam kaluar 23 vjet në Austri, domethënë kam kryer edhe studimin, shkollimin nga vitin 1990 deri në 2013. Kam pas mundësi të punoj në Ministrinë Mbrojtjes për 7 vjet. Isha për fushën e KFOR-it dhe trajnimin e personelit ushtarak që do të stacionojë në Kosovë. Aty e kisha përgjegjësinë që të mbaj trajnimet kulturore, gjuhësore, historike,
të gjitha aspektet që përfshin jetën e përditshme të funksionit tyne në Kosovë, si dhe natyrisht traditat tona. Kanuni ishte shumë me interes për ta, dhe pas asaj kohe aplikova në Kosovë që të vazhdoj në diplomaci dhe e kisha atë fatmirësi që u pranova dhe punova një kohë të shkurtër në ambasadën e Kosovës në Bern, por rrethonat politike ishin jo të favorshme, ta them, dhe u detyrova që të kthehem në Kosovë në kuadër të Ministrisë Punëve të Jashtme. Punova aty një vit, pas një viti u detyrova që të tërhiqem, se nuk isha i pëlqyer, ta them në këtë aspekt, dhe vazhdova në Institutin e Historisë për 7 vjet me radhë, dhe kam bërë disa botime, ndërta janë edhe doshkrimet e Fajkonicës, të cilët e tregojnë se çfarë marrëdhënie kishte ai me Austro-Hungarinë atë kohë që nga viti 1897 deri në 1912, dhe kontributi i tij për çështjen e gazetarisë shqiptare me Albania, që është financuar tërësisht nga Vjena, dhe nga viti 2019 njëkohësisht merremi edhe me biznes familjar. Domethënë ne kemi një restorant, kryesisht ai është një pjesë ku vllau e vendosi që dëshiron të kthehej, gjithashtu edhe prindrit, dhe kështu u kthye pjesa dërmuese e familjes. Dhe parasysh zhvillimeve të fundit, sidomos të 5-6 viteve të fundit, e pashtë të nevojshme që pa u kanë pjesë e politikës, nuk mund të bësh ndryshime, dhe kjo më shtyni edhe mua që ta marr këtë guxim e të hyj garës për kandidat në Kuvendin e Kosovës, edhe se ishte e papritshme, por e shoh si diçka që më ka dhënë një drejtim të ri në aspektin për me dhënë kontribut më shumë për vendin tonë. Qofse qëndrojmë në këto zhvillime, jeni dy personalitetin fushat tuaj, të cilët keni zgjedhur t'i bashkoheni ballit kombëtar demokratik shqiptar dhe keni pasur eksperiencën tuaj jashtë dhe tashmë jeni rikthyer. Zoti Lezaj, e nisi me ju arsyet pse u bashkuat dhe ku fokusohet më shumë dhe cilat janë pikat më të forta të ballit kombëtar demokratik shqiptar? Kur e pata rastin dhe mundësinë për t'u njoftur me planet dhe programit e ballit kombëtar, u binda se programi i cilën ofron balli kombëtar është një program me cilën edhe jam e rritur dhe jam frymëzuar këtu në Kosovë, që do të thotë familja është e shejtë, kombi asgjë tjetër për mbi kombin, dhe të drejtat dhe përkatësia fetare është e shenjtë. Çdo individ e ka të drejtën që të besojë në atë që ai mendon që është e drejtë dhe e mirë për të. Dhe kështu që me planin dhe programin e ballit kombëtar e identifikova edhe vetveten për çka dhe gjatë gjithë periudhës time dhe karrierës time jam identifiku në këto 3 drejtime. Kështu që edhe me përvojën time në fushën e mjekësisë, e cila kërkon jo vetëm profesionalizëm, po edhe korrektësi, po në anën tjetër edhe besim në vetveten dhe në profesion, me shërbimet të cilat i bëjmë në fushën e mjekësisë, është ajo se që çka e komendu çdo herë për vendin tim, për popullin tim. Kështu që këtë mundësi ma dha inkuadrimin e ballit kombëtar, ku edhe kandidoj për kandidat për deputet me numrin 7, partia Nini 3, ku me profesionalizmin tim dhe përvojën time që e kam arritur në Gjermani, do të mundohem atë kvalitet dhe atë punë që e bëjmë edhe atje, dhe me atë ekspertizë dhe me profesionalizëm ta veprojmë këtu edhe në Kosovë. Është dikun një vit që kompaninë të cilën e kam, që thuaja se 19 vite në Gjermani, e kam kthyer këtu në Kosovë. E keni kthyer dhe këtu në Kosovë. Silver, juve e prekët pak, por në restorantin tuaj ishte një tabel shumë tek pjesa e restorantit, ishte një tabel e flamurit shqiptar me UÇK. Se zgjodhët ballin kombëtar
demokratik shqiptar dhe jo PDK, për shembull mund të jetë një pyetje që vjen mua natyrisht duket njëjtë. Është pyetje shumë e vend, sepse ajo që e ke pa ka qenë një vizatim që e kam pas bërë në 98-ën dhe është flamuri kombëtar në UÇK dhe në zemër të saj Kosova, si zemra e atij mendimi tim si zemra e shqiptarisë, por ne e dim që zemra e shqiptarisë është të gjithë trojet e shqiptarisë janë pjesë e asaj, por kemi pas një frymëzim nga prindrit që duhet ta dush atë dheun, duhet punosh për atë dheun dhe duhet ta japësh kontributin deri në ditën e fundit të jetës tënde. Dhe ne kemi pas familjarë që kanë qenë kontribues dhënës, fatkeqësisht në Amerikë kanë qenë detyruar që të shpërngulen, kanë punuar edhe për shërbimin amerikan, dhe ai ishte njëri ndër ata të cilët mund të them na kanë shtyr neve si familje që të jemi gjithmonë ta dojmë vendin në atë formë, jo vetëm me emocion, po ta dojmë edhe në formën ashtu siç duhet një vend i cili ka vujt që ta ketë sot atë liri që po e shijon. Dhe është e drejtë mendimi që unë kam tentu pas jam kthyer në Kosovë në 2014, çdo parti që ishte e gatshme të bashkëpunojë, unë i kam ofruar projekte, i kam ofruar ideja dhe natyrisht i kam edhe gjitha komunikimet në email që i kam rujt. Pa përjashtim partive, isha i gatshëm të jap ide që të ecë vendi përpara. Por fatkeqësisht të gjithë veç i donin ideat, por nuk e donin kontributin. Nga ana ime se të vazhdojmë me atë ide të cilën unë e jepja për të mirën e vendit. Pra thelbi ishte që ideja na duhet, po qarkullimi elitave nuk na duhet. Ashtu është. Fatkeqësisht kjo ishte sepse e shihnin ndoshta ndaj pengesë apo ndaj rrezik nga ana ime, por nuk kam pas kur tendenca ose prirje që të marr ndaj pozit, por vetëm të jap një kontribut. Qofse qëndrojmë në këto momenti, cili është kontributi apo programi i partisë tuaj? Se tani që të hyni në garë me aktorët më të fuqishëm politikës kosovare, duhet keni dhe ju një armë natyrisht sekrete, nuk po themi se armët sekrete nuk tregohen, po themi cilat janë pikat tuaja më të forta dhe po e nis me ju Selver dhe më pas të pyes dhe zotin Elezaj. Patjetër. Unë do përqendrohem dy pika që janë shumë të rëndësishme dhe i kam shumë për zemër, për arsye se është një program që e kam pas propozuar edhe partive tjera më herët, që të krijohen shkolla për nxënës me inteligjencë shumë të lartë ose inteligjencë jashtëzakonshme, gjermanisht Hochbegabtenschule, nënkupton që dhuntit dhe inteligjenca që e kalon 120, inteligjencë quotient. Ma lejon ta bëj pak djallin në debat? Patjetër. Thelbi qëndron pse pikërisht fokusi tek ky përqind i vogël, sepse ata që janë me inteligjencë aq të avancuar janë me kokra. Mos them edhe me kokra nuk i gjen dot, po janë ai 1 o 2. Dhe pse mos të kesh një projekcion për se s'duhet përdor termin mas, po për një numër më të madh. Më të qeruar, po këtu është gabimi që mendojnë njerëzit, sepse mendojnë që ndoshta do i gjejmë me inteligjencë 120 e më lartë një 20, 30, 50 veta në një shtet. Por është fakti edhe është e dëshmuar shkencarisht se rreth 2.8% e popullatës e kanë atë inteligjencë që e kalon quocientin 120 dhe shkon deri në 170 e më lartë. Dhe në Kosovë, marrë parasysh këtë përqindje, vetëm mes moshës 6 vjet dhe 16 vjet, janë përafërsisht 8.600 fëmijë që e kanë këtë inteligjencë. Dhe këto 8.600 fëmijë, askush nuk ju rri gati që të i merr në kohë dhe të ua shfrytëzon dhe të zhvillon inteligjencën e tyre. Pra ti thua duke nxjerrë profesionist, kualitetet forta, Kosova bën një vend më mirë nëpërmjet arsimit.
Ashtu është, sepse arsimi është baza e asaj që e zhvillon shtetin. Por nëse nuk e ke arsimin e mirë, nuk ke mjekësinë e mirë, nuk ke me pas qeverisje të mirë, nuk ke me pas ekonomist të mirë, arkitekt mirë, inxhinier të mirë. Për arsye se baza kryesore fillon te mësimdhënia dhe mësimnxënia. Tani unë lejosh ta kaloj pyetjen te doktori. Doktor, ju si mendoni? Sepse tani gati shkencë është kjo për llogaritje që do të bëj Silveri, është shkencë e mirëfillt, por kuptohet që dhe ana mjekësore është shumë e rëndësishme, sepse dhe mjekësia në termat që ne po flasim sot hyn drejt shkencës. A bëhet Kosova një vend më i mirë me kuadro dhe profesionist, apo dhe me njerëz cilët induktojnë ose përfshin dhe edukatën bazë, po them ato çfarë piketash i jep familja, pra karakteri, dhe më pas ana profesionale, sepse në Shqipëri, ja u them nga eksperjenca ime personale, ka shumë njerëz cilët vinë me universitete të nivelit shumë të lartë dhe kur vinë këtu sistemi i glabëron dhe i bën pjesë të tij dhe përfundojnë në korrupsion. Pra gjithë ato diploma, gjithë ato letra që shkëlqejnë, nuk vlen asgjë sepse me njerë karakteri i tyre thyet. Ka një rrugë të ndërmjetësme kjo zgjidhje, sepse dhe Kosova tashmë ka pak a shumë aktor politik cilët në pjesën e tyre i kanë gati 20 vite, po të them. Fakt. Të arsimosh një mashkull do të thotë e ke arsimuar një individ. Por të arsimosh një femër do të thotë e ke arsimuar një familje, e ke arsimuar një qytet, e ke arsimuar një komb, e ke arsimuar gjithë botën. Arsimimi jo vetëm që do të thotë përgatitje për jetën e matutjeshme, por në rol të rëndësishëm luan edhe shëndetësia. Shëndetësia duke filluar që nga ai moment se kur familja planifikohet, këshilla, sugjerimet, gjitha ato masat që ndërmerren rreth krijimit të familjes, vetëm ai momenti që du me kriju familje është shumë i rëndësishëm. Por për të arritur një individ, do të jetë të thotë që edhe ajo familje, ata prind duhet të mendojnë shëndosh, duhet të ushqejnë në mënyrë shëndosh, po edhe duhet të rrisin atë fëmijë me ushqim të shëndosh. Këtu mjekësia luan një rol shumë të madh, që do të thotë se Kosova jo vetëm që ka profesionalist mirë, ka dhe njerëz mirë, ka popullat mirë, ka popullat shëndosh dhe rini e cila me marrë me përqindjen e Evropës është një ndër rinjit më të mëdha që ekzistojnë këtu në Evropë, edhe në Shqipëri. Kështu që përgatitja në mënyrë profesionale nga ana mjekësore edhe e stafit profesional dhe shërbimet që i merr populli nga stafi profesional ose nga stafi mjekësor luan një rol të madh në shoqërinë tonë. Për këtë arsye kthehem me një përvojë nga perëndimi, ku me përvojën të cilën e kam arritur në Gjermani, sidomos në sistemin e shëndetësisë, ku është një ndër sistemet më të bukura dhe më të organizuara në Evropë dhe në botë, mendoj që me futjen e këtij sistemi në shoqërinë tonë kosovare do të jetë një ndihmë shumë e madhe, ku do të përfitojnë qytetarit, do të luftohet korrupsioni, do të kemi mundësinë të arritim cilësinë e kvalitetit të shërbimeve, po në anën tjetër edhe kontrollin e medikamenteve dhe cilësinë e shërbimit, dhe do të kemi mundësinë e futjes së digitalizimit në sistemin shëndetësor, ku përmes ECAT. Kjo do të jetë për neve një mision, një punë për cilën edhe me vite e kam bërë deri më tani në Gjermani, ku do të përfitoj jo vetëm fëmija, jo vetëm nana apo prindërit, po do të përfitojnë edhe moshat të cilat pensionistët apo personat me aftësi të kufizuara. Këtu në këtë punë dhe me këtë përvojë që kemi arritur, mendojmë që shëndetësia do të përfitojë, popullata do të përfitojë dhe ky do ta kryejmë këtë mision si kandidat edhe për përsërisë edhe këtu për në ballin kombëtar shqiptar, ku edhe kandidojmë, do të japim kontributin maksimal me të cilën edhe kemi filluar. Doja në fakt të ndaloja edhe diçka tjetër, doktor. Kosova është një vend që i cili investohet në bujqësi. Cilat janë pikat tuaja që mund të bëj bujqësinë e Kosovës, dhe këtu flas bujqësi dhe blegtori, nuk flas vetëm një emërtim,
që të eci me ritme më të shpejta, duke qenë se tashmë rajoni, dhe kur them rajoni, Serbia është më e zhvilluar. Fatkeqësisht, do themi, s'kemi çfarë themi tani, po, Nazuri, sepse në Shqipëri fundet e i partit i vodhën këtu, i bën çorap. Kosovë, çfarë strategji keni ju për bujqësinë dhe plektorinë? Dhe këtu ju pyes edhe me formimin tuaj që e keni pasur vitet e para në Kroaci. Për ta shvilluar, me qenë se me një vend kodrinore malore, sidomos nga ana e Dugaxhinit, atëherë nuk kemi mundësi tjera shumëta për ta ecur vendin përpara, por këtu bujqësia luan një rol shumë të madh, edhe turizmi një rol shumë të madh. Do të thotë, me përzgjedhjen e lektorëve, cilët veç janë të përgatitur apo me trajnime të ndryshme për atë lamit që e kanë zgjedhur, a do të merret me kafsh, lopë qumshtore, apo për mish, apo për dele, apo diçka tjetër në këtë drejtim, atëherë me këto programe të cilat na i kemi përgatitur, do të jemi në gjendje të përgatitim persona të cilat do të merren me këtë lami. Me subvencione, cilat do të ketë mundësi të subvencionojmë, me mjete për bujqësi, atëherë nuk do të mungojnë edhe rezultatet. Në këtë prizëm, pra nëse e shikoni të mundshme një implementim dhe teknologjisë? Teknologjia luan rol shumë të madh. Pa teknologji është vështirë për ta arritur një kvalitet dhe një cilësi dhe një rendiment. Edhe për këtë arsye teknologjinë këtu do të jetë shteti, do të ketë mundësinë për të kontribuar, për të dhënë subvencione të ndryshme, me të cilën do të ketë bujku lehtësime për ta avancuar, domethënë, prodhimtarinë dhe për ta shtuar prodhimtarinë. Në krahasim me regionin, është fakt që Serbia deri me tani ka qenë si vend prirës në këtë lami, por me qenë se faktori njeri e luan një rol shumë të madh, edhe rinia po na ik ditë për ditë dhe më shumë nga Kosova, Shqipëria, po të gjitha problemet të i kanë edhe regione tjera, nuk është të thone vetëm Kosova të ketë probleme dhe regioni. Atëherë na për fat keq po detyrohemi të kërkojmë fuqi punëtore tani nga vendet e tjera. Është vërtet se ndodh në Shqipëri kjo gjë. E me këtë faktorin njeri duhet të ballafaqohemi, por më rëndësi është për neve që me konceptin dhe planin, programin që kemi, të stimulojmë fermerët që të merren me këtë lami dhe veprimtari dhe do të kenë ndihmësinë tonë maksimale. Silvir, pika tjetër e programit tuaj, çfarë keni që qytetarët duhet ta dinë, sepse kemi prekur deri tani arsimin që është e rëndësishëm, prekëm mjekësinë, prekëm bujqësinë. Cili është një tjetër pikë që juve ju diferencon në këtë çështje apo në këtë luftë politike që po hyni? Neve na diferencon fondi i Leonis, cilin e kena planifikuar që ta krijojmë për nonat të cilat lindin fëmijë dhe ta kenë një rrogë bazë prej 250 euro, për arsye se çdo familje që planifikon, sidomos familjet e reja që planifikojnë të bëhen prind, e hezitojnë për shkaqe ekonomike. Dhe ky sistem është i provuar në shumë vende europiane, të cilët e kanë një rrogë minimale e cila u jepet të gjithë nënave leona, pa marrë parasysh a kanë qenë të punësuara apo nuk kanë qenë të punësuara, dhe mbas të asaj ju garantohet dhe ju sigurohet aty të ardhurna që me ato të ardhurna të kenë një stabilitet ekonomike dhe për rritje të fëmijëve. Dhe kjo për çdo non të re planifikohet një afat 18 deri 24 muajsh, ku do e merr një rrogë bazë prej 250 euro, dhe nëse ka qenë e punësuar, nëse ka qenë punë shtetit, natyrisht, do të jetë 70% e rrogës për të njëjtën periudhë kohore, dhe nëse ka qenë në punë private, do ta gjejmë një modalitet ku privatniku mos të ngarkohet shumë me pagesat, se shumica e femnave të reja që punojnë në kompani private hezitojnë me lindë fëmijë sepse e humbin edhe vendin e punës. Fatkeqësi është kjo, por është një gjë e rëndom që ndodh. Po, dhe gjithashtu tek lindjet e kena parapa që në lindjen e parë të ketë një bonus 1.500 euro, lindjen e dytë 2.700 euro, lindjen e tretë 4.000 euro. Arsyeja është se rënja drastike e lindjeve viteve të fundit
do të ketë pasoja afatgjate në të ardhmen e vendit, se në një ikja e qytetarëve, në dy moslindja dhe nga ona tjetër popullata po vjetrohet, njerëzit po emrin një moshë të caktuar, kështu që ne duhet t'i paraprim kësaj dhe të stimulojmë rritjen e popullatës. Për këtë arsye ne përqendrohemi kryesisht tek familja, se nëse nuk ke familje stabile dhe të zhvilluar, atëherë shteti kolapson vetvetiu, se një shoqëri asgjësohet në momentin kur nuk ka më pasardhës. Dhe kjo është një program që ne e konsiderojmë të jetë bërthama e programit. Kemi natyrisht edhe pika tjera, po këtë e konsideroj shumë të rëndësishëm për çdo qytetar dhe çdo qytetare që dëshiron të bëhet prind, por mundësit i ka shumë të kufizuara për me i hyrë kësaj, që me thonë, ballafaqimi është lloj ballafaqimi të jesh prind në kohën e sotit, se rreziqet ekonomike që të rrëshqasish në varfëni janë shumë të mëdha. Doktor Lezaj, cili është një nga pikat tjetër të programit që ju diferencon, apo e keni ju pikën tuaj të fortë për të kërkuar qytetarëve të Kosovës edhe votën? Kosova ka nevojë për një shëndetësi moderne, një shëndetësi që e mbron qytetarin, një shëndetësi jo që e lodhat. Kosova ka nevojë për ballin kombëtar, i cili do të punojë bashkërisht me rrjedhën e integrimin euroatlantik, integrimin e Bashkimit Evropian, një luftë pa kompromis kundër korrupsionit, një shtet të fortë dhe një Kosovë të ardhme europiane. Ne, si balli kombëtar, e cika dhe në fillim, do t'i kushtojmë rëndësi familjes, familja dhe kombit, do t'i kushtojmë rëndësi dhe hapësirë të japin gjithë atyre që me vlerat dhe punën dhe zellën e tyre që e japin edhe kontribuojnë për Kosovën edhe të vlerësohen e jo të nënçmohen. Kosova nuk ju takon vetëm 5 apo 4-5 partive për të cilat janë krijuar disa para lufte, disa mas lufte, por ne gjithë kemi dhënë kontributin për këtë vend. E ka dhënë prindi, e ka dhënë gjyshi, babgjyshi, gjithë tjetë që kanë me vite kanë punuar për çështje kombëtare. Këto janë ato cilat neve na karakterizon si parti, se gjitha këto parti tjera që menduan që vetëm të luftosh është ajo për të cilën edhe do të përfitosh edhe do të paguash pavon, kjo nuk është ajo ideali për të cilën ne mendojmë që balli kombëtar ka një terme më të mirë, edhe do të kontribuojmë në mënyrë më të drejtë. Nuk është e drejtë që gjithë ata luftëtarë dhe ata veteranë të luftës se cilën kanë ngelur pa punë, pa shërbime shëndetësore me kvalitet të cilët edhe e meritojnë, nuk e shohim na që vetëm programet me të cilat kanë mundësuar një ikje masive të rinis nga Kosova, që janë të dobishme për rinin tanë. Jo, na punojmë në drejtim që rinia janë të ketë shansë dhe mundësi këtu të jetojnë në Kosovë, në Kosovë të zhvillojë veprimtaritë e tyre, të përgatitet për jetën e tij profesionale dhe të kontribuojë për shtetin, të kemi paga me të cilat do të ketë mundësi edhe këtu në Kosovë të jetojnë, por gjithë secili duhet të jap edhe atë kontributin për të cilin edhe e meriton edhe shteti si kontribut. Na do të punojmë në këtë drejtim në ndrimin e shëndetësisë që personat të cilët mjek, infermier apo farmaceut apo laborant që të kenë mundësi të këtu të diplomojnë, këtu të specializohen, por edhe të kushtozohen që të qëndrojnë në Kosovë. Diplomat e tyre e kanë mundësinë ata të marrin një kopje, por e kanë mundësinë edhe të kontribuojnë këtu pas një kohe të caktuar, mundën edhe të emigrojnë. Emigrimi për mua nuk është do thotë ikje nga vendi, por emigrimi për mua do thotë me arrit përvojë profesionale, përvojë të konfrontohen me teknologji, një tregtim truri dhe rikthim përsëri. Dhe rikthim përsëri. Me këtë shërbim eksperiencë. Absolut. Edhe për këtë edhe si ballë kombëtar do të punojmë në këto programe që pikë së pari të informojmë studentët se cilat në drejtime të ndryshme do të studiojnë, që është një obligim kombëtar që atë kombi apo shteti që investon për atë student, e nuk janë para të vogla,
që ata të ndinë këtë, që jam i obligueshëm të kontribuoj edhe për vendin tim. E them këtë me plot besim se e kam përjetuar vetë, çka do të thotë. Keni nga eksperjenca juaj? E kam nga eksperienca ime, që do të thotë, çka do të thotë të shkosh në një vend të huaj, të konfrontohesh me problematikat që janë kanë qenë duke filluar nga ana financiare, gjuha, kultura, mentaliteti, të adaptohesh në kushtet dhe mentalitetin në një vend tjetër, edhe ma tuti të qëndrosh atje edhe të kontribuosh për dikon tjetër, por mos të harrosh edhe vendin tonë. Unë jam këtu shumë falenderues për vllahun tim dhe familjen time që më kanë ndihmuar gjatë studimeve në Kroaci dhe po të mos të ishte ndihmë aty në do të kisha mundësi në vendin huaj për të arritur një qëllim. E për këtë arsye i apeloj gjithë ata studenta, apo mjek, infermierë, laborant, farmaceut, që mos të harrojnë se është një investim i shtetit, është po në anën tjetër edhe obligim, se me kalimin e vend huaj, po konfrontohesh me probleme tjera të cilat paraqiten, nostrifikimi, diplomë, gjuha, integrimi, kështu me radhë, domethënë ata pe marrin një student apo një studente e cila është gatu, është pjekë në shtetin e Kosovës dhe po shkon po kontribuon në shtet huaj. Mendoj që është e dobishme edhe ajo, por mos të harrohet që ja kemi obligime edhe shtetit dhe vendit. Për këtë arsye edhe kom vendosur të kthehemi në Kosovë dhe të punoj veprimtarisht atë sa kam mundësi. Është vërtet. Silver? Ndoshta do ishte edhe me interes për qytetarët ta dinin se në programin tonë kena parapave me pas një bank shtetnore që ta shndrojmë postën në Postbank. Bank shtetërore. Bank shtetërore, jo banka qendrore e Kosovës, që është ajo bank qendrore që... Po, prandaj ta përcaktova të shpjegosh pak më qartë. Bank shtetërore e cila posta e Kosovës mund të shndrohet në bank për arsye se pikat posta i ka të shpërndarë në tërë territorin e Kosovës dhe do ishte një investim jashtëzakonisht i vogël i cili do i shndronte ata edhe në module ose në hapësira bankare. Dhe njëkohësisht të merrej një fond nga Fondi Monetar Ndërkombëtar një kredi për blerjen e kredive që i kanë qytetarët tonë, të cilët janë për momentin në borxhe që historikisht nuk ka qenë kurrë në këtë nivel, sepse borxhet për herë të parë i kalojnë kursimet, që shteti të i blej borxhet e tyre dhe të i kthej në kredi të buta me interes të ulët prej 2 deri në 3%. Kështu që nëse një person ka një këst mujor për çështje shëndetësore ose banesë ose banim, diçka që ka qenë e detyrueshme që ta merr, nëse ka qenë 200 euro, të i shkoj kësti mujor në 60 euro, 70 euro me një grace period pak më gjatë. Dhe kjo ja lehtëson qytetarit, ja hek barrën për me punu vetëm për kredi. Dhe nga ana tjetër do të mbrohet prona e çdo qytetarit i cili e ka pronën e parë kolateral, se prona e parë nuk ka të drejtë të tjetërsohet nga askush dhe të mbrohet me ligj të veçantë që nuk mundet prona e parë me të marrë nga për interesa ose për borxhe. Dhe trusti i Kosovës të shfrytëzohet si lloj kolateral në 30% i saj që të lehtësohen kredimarrjet dhe të ulen njëkohësisht edhe interesat, sepse aty zbret edhe rrezikshmëria, se çdo kosovar, çdo banor i Kosovës e ka trustin e vet. Dhe nëse ai e garanton me trust, siç e bën Zvicra dhe disa vende tjera, kjo me automatizëm e shtin edhe në funksion trustin që të përdoret në shtetin tonë. Por trusti natyrisht nuk do të merret menjëherë nga banka, po metet si masë e fundit, por trusti që janë mbi 5 miliardë euro duhet të rialokohet në Kosovë dhe të investohet në Kosovë për zhvillimin e vendit e jo për zhvillimet e vendeve tjera siç është ndodh për momentin. E kuptoj. Do doja t'ju bëja edhe një pyetje të fundit. Do e nis me doktor Elezajn. Pse duhet t'ju besojnë ju qytetarët dhe jo partive tradicionale? Qytetarët e nderuar, me besim në Zot, me punë dhe profesionalizëm, do të punoj me ndershmëri, nuk do të kusej as veten as kohën dhe ju epi fjalën që pa asnjë interes personal do të kontribuoj me profesionalizëm në drejtimin e shëndetësisë, në rregullimin dhe cilëtetin e jetës së qytetarit, ku do të përfitojnë pacientat, do të përfitojnë pensionistët,
do të përfitojnë personat me aftësi të kufizuara, do të përfitojnë personat në mosha të vjetra. Ky është misioni im, me të cilën edhe kthehem dhe kontriboj, po edhe garoj si deputet për Kuvendin e Kosovës. Ju përshëndet Isa Alizaj. Me numrin 7 garoj, partia me numrin 113, balli kombëtar shqiptar. Faleminderit. Silver, juve të njëjta pyetje, pse duhet ju besojnë juve dhe jo partive të... Unë mendoj që nuk është çështje besimi, për arsye se duhet të jetë një reflektim i njerëzve që ta shohin çka nuk është bërë deri tani dhe arsyet pse nuk është bërë deri tani. Ne nuk jena të premtuar diçka që nuk është e mundur, që është e pamundur. Janë gjëra që shumë shpejt dhe shumë lehtë mund të realizohen nëse ka vullnet. Dhe vetë fakti që si kryetari i partisë Alban Hoti, si doktori Isa Elezaj dhe unë e tjerë që merremi me biznise, jena njerëz që e kena arrit formësimin ton në fushat tona dhe nuk është diçka që na mungon neve në këtë aspekt. E kena pa që neve na mungon vetëm ajo që me pa Kosovën mirë. Sa herë ta shoh Kosovën që po shkon mrapa, se po hec një hap, po 3 hapa po shkon mrapa, për mua kjo është diçka që nuk mund ta duroj në atë aspektin e ndjeshmërisë, për arsye se kur i mendoj vujtjet e njerëzve, se çka kanë vujt, për me arrit ne veç këtë liri, dhe kjo liri po përdhoset dhe njerëzit nuk din ta ruajnë këtë liri. Mendoj që ka ardhur koha me bën një ndryshim. Ne nuk kemi nërmend më marrë me parti tjera me drejtu gishtin tek dikush tjetër, sepse nëse e merr këtë aspekt drejtimin e gishtit, 3 gishtat gjithmonë të drejtohen ty. Dhe kështu që faji metet mas shumti te ti kur e drejton gishtin ndaj tjerëve. Është mos e vërtet kjo. Falenderoj shumë, Silver, një mesazh të fundit do japësh për qytetarët? Unë mendoj që qytetarët duhet të votojnë drejt dhe me logjik, jo me ndjenja, sepse me ndjenja njerëzit gjithmonë i marrin vendimet e gabuara. Thuhet, nëse je i lumtur, kur mos premto, nëse je i dhënuar, kur mos merr një vendim. Sepse kur je i lumtur, premton shumë gjëra dhe nuk i realizon. Kur je i hidhur, e merr një vendim i cili më vonë do të jetë, si më thon, do të jetë pendus për arsye se nëse e kishe marrë me logjik, kur nuk e kishe marrë atë vendim. Dhe kështu që njerëzit duhet të vendosin me logjik të shnosh. Doktor, ju falenderoj shumë për kohën tuaj dhe që ishit pjesë e kësaj bisede. Faleminderit shumë. Silver, faleminderit për kohën tuaj. Faleminderit, ishte kënaqësi si gjithë. Të dashur miq, duke falenderuar secilin për ju që na ndjek live dhe që bën subscribe në emisionin Sinjal me mua Ermal Peçin, mos u largoni, regjistroni kanalin ton Antena dhe nga unë Ermal Peçi, natën e mirë dhe mirupafshim.